besoj dhe vetë SBA-ja është në hall me neve se ne duket gjithçka që ndërtojnë na punojmë për me rënu ata që e kanë ndërtu. Qoftë për shkak të korrupsionit, një shoqëri e cila ka korrupsion theksuar në institucionet tona, e patë që para 2 ditëve janë arrestuar zyrtar të Policisë Kosovës. E keni pasë se sa shumë brenda një viti kemi pjesëtar të Policisë Kosovës të arrestuar, kemi prokuror të arrestuar në Prizren. Kemi procedura që do të thotë se institucionet tona të zbatimit ligjit, duke filluar nga AKI-ja, prokuria, gjykata, janë policia, janë nuk bën të jenë të cënueshme dhe pjesë e kalkulimeve partijako-politike, të atyre që mund jenë. Aty ku përfshihet korrupsioni, aty ku përfshihen këto gjëra, pastaj futet edhe kalkulimi politik, sepse hapet porta për të ndikuar politikanë eventuale edhe në çështje. Unë do të përmend edhe një fakt interesant. Pyetjet e fundit i kam, po vazhdo. Unë do të përmend një fakt tjetër interesant që në të gjitha diskutimet publike të aspektit sigurisë kombëtare, as edhe njëherë të vetmen, nuk e kam parë një adresim konkret të institucioneve, qoftë presidentit, presidentes, kryeministrit, ministrit të punëve të brendshme, i cili adresim na bën që ne si qytetar me prek transparencën e që më na bind me bashkëpunim me institucionet tona, sidomos me AKI-n dhe policinë. Sepse nëse qytetarin e sfidon kuptimin e besimit për me bashkëpunu, bën ankth, atëherë pyetja është pse po e bën? A është pjesë e punës spionazh të vendeve tjera për me dëmtu kapacitetin dhe kredibilitetin e institucionit në mënyrë që mos me pas bashkëpunim qytetar, apo cilon është? Prandaj nuk ka të keqe nëse një zyrtar i lashtë shtetëror monitorohet për spionazh. Nuk bën kur gjë të keqe. Ne ta monitorojmë secilin, ne niset nga on. Pse? Sa të ka të keqe? Monitorimi, hetimi kundrejt një individi për dyshimet për spionazh është gjë e mirë, more, sepse ne kemi shumë nevojë mu konfirmu që nuk kemi edhe zyrtarisht mu konfirmu që ne nuk i shërbejmë vendeve armike apo organizimeve të caktuara të armiqve. Kosova është një sfidë serioze, jo vetëm për Kosovën, edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini që SBA-ja pikërisht hidhrimin më të lartë e kishte pasur kur Kosova lejoi mitin turk për me operu dhe me arrestu gylenistët, edhe e konsideroi cënim të sigurisë sovranitetit vetë saj, duke u thirrur në atë se SBA-ja ishte promotori kryesor për ta sjellur lirinë dhe kishte bashkëpunuar me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe tani jemi ku jemi. Prandaj Ridvan, këto çështje janë çast ndjeshme, por qytetaria besoj që angazhimet politike nga njëherë janë të tilla që goditjet vinë të strukturuar aq mirë që e zhvendosin vëmendjen e qytetarisë.